Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana, fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, të gjithë e dim se hamdi dhe falenderimi, lutje dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq Allahu Dhul Gjelal. Është Allahu ai cili ka kriju gjithësinë, është Allahu ai cili ka kriju njeriun, është Allahu ai cili kur ka dasht në ka kriju, si që ka dasht në ka formu, riskun dhe e gjeli në ka caktu, me shumë të mira në ka begatu, por me mira të gjithat mirave që Allahu na ka dhuru, është ajo që në Islam na ka udhëzu. Salatet edhe selamet tonë të përzemërta ja kushtojmë edukatorit tonë suprem, mësuesit tonë, pejgamberit tonë, të dashurit tonë, sallallahu aleyhi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Gjithashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Përshëndetja jonë është paqë, selam, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar, ajetin që prezentova para jush me to Allahu Dhul Gjelal thot wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, po që se mundoheni ta numroni një mirësi të Allahut, një prej sa të mirave që Allahu na ka dhuru, një prej tyre nuk mund ta numrojnë, një. E sa janë të mirat e Allahu Dhul Gjelal të paskajshme, të pafundshme. Që ajo një, marim si shembull, as kush prej neve që këtu që jem edhe jashtë neve, nuk e din prej kur na ka dal gjumi deri tash sa herë kemi marrë frim. Frimarja është nimet, dhuntia Allahut, normal që është nimet, është dhunti. Dhe Allahu Dhul Gjelal, çdo gjë që ka kriju, e ka kriju për njeriu. Të gjithë çka ka, është në shfrytëzim të njeriu. Mirë po, gjërat të cilat janë më të nevojshme, janë me çmim më të lirë, disa janë gratis. Sa nuk është e nevojshme, kalon në luksus, atëherë hip çmimi. Për shembull, një shishe ujë është më shtrenjtë a një shishe lang. Uji është më lirë, pse? Se pa to nuk mundet, pa langje mundet. Ushqimet kryesore janë më të lira, kurse ato qerët saltanatet, ju hip çmimi. Po çfarë çmimi ka oksigjeni? Ajrin që e marrim, a e paguajmë? Nëse nuk e paguën rrimën, çfarë bëhet? Ta ndalin. Nëse nuk e paguën ujin, ta ndalin. Nuk e paguën telefonin, ta ndalin. Po ta kish marrë ndonjë ndërmarrje, siç e ka marrë EVN-ja gjetën e ka marrë rrimën, ajo sjellsi, ajo ndërmarrja tjetër, telefonin më kështu me radhë, po ta kish marrë ndonjë ndërmarrje edhe oksigjenin, ta përvendsonte edhe ti ose une, të marrë frim, s'ka. More frim se në marrë, ta kanë ndalë, se ke pagu. A mundet kjo të ndodhë? Elhamdulillah, që Allahu Dhul Gjelal nuk ja kalon ndorë këtë, se pa të nuk banë. Me të ndalë ujin, pa kalon gjindesh, të ndalin bukën mundet, të rrimën, ama me të ndalë frima,
është problem. Prandaj Allahu Dhul Xhelal nuk e kalon në kompetencat e askujt këtë, pa të cilën nuk mundet. Kush e din këtë vlerë? Ne, a na ka shku mendja dhe njëherë, sa herë marim frima, kemi thonë, elhamdulillah. Një plak në Itali kishte shku në spital, ishte ndalë frima, kishte pas problem, dhe ja vendosin në të maskët, e drejtojnë, mirë, 24 orë, stabilizohet, dhe në fund i thonë, mirë je, u ke stabilizu, je i lirë tash, ama që këtë faktur duhet të paguish 500 euro. Edhe kur ja hapin ato, fillon me qa. I thonë, pse po qanë, si mos kesh me një herë, pagun me këste, nuk është problem. Jo, tha, lekët, parat i kom në gjep. Po pse po qanë atëherë? Qaj tha se 90 vjetë kom marë frim, rahat, zoti pages, kur së më kalip. E ju për 24 orë, 500 euro mi mjerë. Zoti, 90 vjetë, 100 vjetë, sa të dush, nuk lip pages. Subhanallah. Një vlla në Zvicër, kishte shkuar, kishte ndreq një dhëmb, e ja ndreq e dentisti mirë, e 500 euro, 600 euro. Edhe në fund thot që shifet, ta kom bon si kuraj që e ke pas. Ama ki mashallah. Jo, thot, nuk është si kuraj, a i pasqyrën, thot, që vlla, nuk njifet. Tha, nuk është be si kuraj. Tha, po ku është dalimi? Po dalimi është sa atë që e kisha gratis prej Zotit, a këtë ti mi more 500 frank. Ha, a jonë të njojnë? Nuk është i njojnë, subhanallah. Pra nimetet, dhuntit e Allahu Dhul Xhelal janë të panumërta, por kurora, kajmaku, ajka e të gjitha që ti në të mirave, që i dim dhe si dim, që e falenderojmë Zotin se falenderojmë të gjithë, është ajo që Allahu në Islam në ka vësë. Dini Allahut. Thënja la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Falja namazit, agjerimi Ramazanit, respekti i prindit, edukata e vladit, respekti i kojshise, dashuria ndër njerëzore. Këto janë dhuntit më të bukura që Allahu na i ka dhuru. Andaj, nga të mirat e të mirave që Zoti na ka dhuru, është edhe ajo që neve në këtë vend të shenjtë na ka mundësu dhe na ka prunë. Elhamdulillah. Sa e sa njerëz ndrojnë, sa e sa vëllezër dhe motra qajnë me lot, kur marrin vesh se filanja do shkojnë numre, i përcjellin me dashuri, me vullnet, o Zot ma mundso edhe mu. Neve Zoti na e ka mundsu dhe duhet ta falenderojmë Allahun Dhul Xhelal dhe t'i dalim hakut këtij vendit të bekuar. E cili është haku i këtij vendi? Me adhuru Allahun sa më shumë. Me mujt me qëndru në xhamit pejgamberit sa më shumë. Me mujt me dërgu salavat pejgamberit sa më shumë. Me bo dua, istikfar, taube, lutje për vete, për prindet, për evlat, për dashamir, dhe në fund ne kemi një dua shumë të bukur. Rabbana gfirli, wali walideje, walil mu'minin, jo me jekumul hisab. Dua e madhe, o Zot, më fal mua, prindërt e mi, edhe mbar musliman dhe muslimanet, boni magfiret. Allahu na fal të gjithve, inshallah. Pra qëndrimi në këtë vend të bekuar, është një dhunti e Allahut Dhul Xhelal. Mirë po, njeri kur është në vend, pak angazhohet me atë, me këtë atë. Mandej, kur shkon atje, edhe një herë, një plak ishte në haqë një herë me neve, e u lodh pak, e i themi, agji, inshallah, vinë përsëri, ja mo, që ketë si ta kry, mo, ja mo, bol, shkon atje, sa pushon pak, gjem t'i thoi, no babo, u knaqe mo atë fundit, o birbe edhe nëherë për nanën të kisha shku. Hajde baba shko edhe nëherë për nanën, bol ma, shkon për nanën e kryr, kur vini lodhët, mon, bajsi e bona, edhe për nanën një haqë u kry. Pushon pa kur vinë vakti haqit o gjem, i shkon mirë me shku edhe për babën. Pra, Allahu Dhul Xhelal e qunë këtë vend me thabeten linnasi wa amna. Tërheqës i shpirtrave, i zemrave të muslimanve. A di cilin e tërheq? Atë muslimanin që ka din, që ka dashurin në Allahun, pejgamberin, dinin e një badet. Se do, që se kanë, unë njonit i thëmë, vëlla, hajde beth në umre, i ke kushtet, mere shoqen, hajde në umre, hoq kam qenë Dubai. Për çka ka lidhje Dubai me umre? Ama as 0% nuk është. A dje çka të shosh? As i vjen era islam, vetëm ndërtesat,
alametet e kiametit. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, valla, shumë sende kur ti shohsh, ta kujton lajmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, do t'i shifni ata këmbëzbathurit, që do të thotë që kanë ecur njërë para 50 vjetëve kanë ecë zbathur në përshkëtim. Ata këmbëzbathurit, ruajtësit, barit e deleve dhe të deveve, jetë të awelune fil bunjan, do të garojnë në ndërtesa të larta. Konkret e kje, ju kanë hek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam perdet, në mënyrë alegorike po tham, ju kanë hek perdet edhe të zemanit, edhe të mekanit. Që do në thot edhe të zemanit, atëherë para 1450 viteve e ka pa se çka do ndodhje sot. Edhe mekani, edhe kodrat u kanë hek, e ka pa prej në Medine, e ka pa Dubai në gje, si të të ngajnë bas ndërtesave të larta, dhe ka thonë do të vi koha që në Mekë dhe në Medine, ndërtesat do të ngrihen mbi kodrat. Tash më të larta e ndërtesat se kodrat. Kodrat i kanë fshin, i kanë hek, s'ka mo. Rafshe kanë bo, edhe në vend kodrave jonë vendos hotelet. Që do në thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të gjëra ka lejmëru. Mirë po, përsëri mbetet vendi, këto vendit të bekuara, sidomos Mekja dhe Medina, mbeten të shenjta, të dashura për zemrat e imanlive. Ata që kanë iman, që kanë zemrat të plot me din, me dashuri, për Allah, për pejgamber, ato i tërhek ki vend. Se ato qërë të qka dëshon, be shkretina gjë. A njoni një plak nërë kishkjen, kur kthehet i thonë, habe, kishton sorra, kohëcin mos ma qoft. Eshtrat mos mi qoft, qafka. Kështu, do me thonë, a i ka shku pa iman, pa dashuri, pa ndjenja, edhe si ka pëlqej, qka dëshon, vla, shkretin. Subhanallah, unë vlezër të dashur. Kam hecë Evropën të gjithë, kam qenë në Australi. Kam pa qytetet të bukura, të mira, por asë njëherë nuk më tërhek një qytet apo një shtet në Evropë, po të mos jenë vlezrit, dashamirët që një femi dhe shkojmë me ashk, me andjet që të shofim vlezrit, jo të shofim qytetet atyre, nuk në le me rak. Këtu të tërhek. E qëfar ka këtu? Ka këtu ajo që të tërhek. Është qabja dhe xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ne jemi në këtë vend të bekuar, në Medinën e ndriçuar, Medinja e ka patur emnin Yathrib. Emnin një mbretit më parë, edhe ja kanë lënë qytetit emnin Yathrib. Me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me arritjen e pejgamberit në Yathrib, ja kanë ndru emnin. Prej Yathrib ja ka lënë Medinatul Munawwara, qyteti i ndriçuar. Sahabët kanë thonë, Medinja njëherë është ndriçu, ka buskesh si qytet. A dini sa ka qenë Medinja? Muret, obori, xhamis pejgamberit, që ajo ka qenë qytet. Po, kur të hinit e dera oborit, ajo në të murrat, vese për qarë. Ato numrat derët, që ajo ka qenë Medinja. Kjo këndes ka qenë, kjo ka qenë tokë, hurma, kështu. Ati në qosht, ati afer është tregu, ku ka qenë, tregu ku është jashtë qytetit. Do më thonë, kur dalish prej oborit xhamis pejgamberit edhe, ati afer ka qenë tregu. Njërë vonë kanë qenë dëshenja. Që do në të thotë, Medinja, qa që ka qenë? Sa është sot obori xhamis me gjithë xhamin e pejgamberit? Sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë, Medinja njëherë është ndriçu që nuk është përsërit. Edhe njëherë është ersu që nuk është përsërit. Një ndriçim dhe një ersim. Kur është ndriçu? Kur ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me arritjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka buskesh Medinja. Kur është në ersu, a ditë që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu. A ditë që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Medinja është zimtu, është dëshpru i gjithë qyteti, ka qenë ditë e rëndë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fizikisht ka ndru jetë, ka kalun nga kjo botë, por ai kalon Kur'anin, kalon sunetin, kalon sahabët, kalon dietarët, ulemat, kalon dinin, edhe ne vazhdojmë pra rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi e ka lavdru Medinën. Varrezat e Medinës i ka quajtur Jannatul Baqiya.
Varezat e mbajnë emnin Gjennetul Bekia. Bekia e ka pas emnin vendi, ama Bekia e Gjennetit. Do të thot, ajo pjesë e varezave, se ati janë të vorosur 10.000 sahab të pejgamberit. 10.000 janë në varezat e Medines. Madej ka thonë, kush ka mundësi me vdek, me u vorros në Medine, në Gjennetul Bekia, është fatlum. Unë njëherë me haxhit, të spjegu që këto për Medinën, po ju dallojnë nga ato, normal, të ishin ma të vjetër, pleqa, asë herët, edhe unë po të regoj për vlerën e varezave të Medines, ato e kanë hunë shkrijet. O gjilerë thash, mos u fregni se s'vdesim këta. Rini rahat. Se kemi në fatin me mbet këto. A njoni tha, jo hoqë se kam, ama e kam lombe një najtë vogër të kajtë. Kish pas gajnë ati. Do me thonë, nuk ja kondet. Allahu e din ku e kemi gjelin. Po edhe vdekje është vdekje. Ku do që të gjelë, po nuk ashe njojt ku vorosësh. Nuk ashe njojt ku të falet namazi gjenazës. Sa gjemat e falin namazin e gjenazës? Këtu, në gjamit pejgamberit. E sa e falin në qabe? Pa është merita, është edhe, që ati kur vjen e gjelin, nuk është me rëndësia, ke këtu adje veç dallon në aspektin e vlerave. E kemi përmend ku Omeri radiallahu anhu ka thonë, o Zot, më bën të ndroj jetë si shahid dhe të vorrosem në Medine. Pak ishte për sahabët ju e qartë, se mo këtu s'kishte luft. Në kohën e Omerit Islami u përhap me të madhe. Në kohën e Omerit Islami ka mri në Egipt, Islami ka mri në Sham, Shami ka qenë kryeqyteti Bizantinas, Islami ka mri në Iran, ka qenë kryeqyteti Persian, dhe Persia dhe Bizantia kanë qenë dy superfuqit asaj kohe. Në kohën e Omerit ka depërtu Islami. Subhanallah, pra Omeri ka bo punë të madhe. Por luqja Omerit ishte të ndroj jetë në Medine, ama si shahid. E po si shahid në Medine, a do në des shahid, po, hedh do shkon luft atje. Jo, në Medine shahid. Edhe theret Omeri në mihrab duke fal namazin e sabahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Omeri është dera e fitnes, dera të razirave, Omeri. Çka do të thotë? Omeri është ajo dera që nuk e lën dalë fitnja. Me therën e Omerit veç ka dalë fitnja në mejdan. Është therë Omeri nga Mexhusit, edhe për fat të keq ato Mexhusit e Iranit, Mexhusit thonë ato që adhurojnë zjarin. Ato i kanë bo përmendor ati mulgjemit që ka therë Omerin midis Tahranit, e ka përmendor. Sa e ka therë Omerin, se Omeri ka shpartalu superfuqin e tyre. Mirë. Dhe kështu pra Medinja i ka vlerat e veta të mëdha, dhe mo të gjithë elhamdulillah dhe i madhje dhe i vogle din se një namaz në xhami të pejgamberit ka vlerën sa 1000 namaze jashtë xhamis pejgamberit me përjashtim të Mekës. Nga se në Mekë dallon, në Qabe dallon një namaz në Qabe më shumë se 100.000 namaze jashtë saj. Dhe pra, kur jemi këtu në Medine, i themi këto fjalë të shkurta rreth Medines dhe rreth përhapjes së Islamit dhe rreth arritjes së pejgamberit në Medine. Kur ka arrit pejgamberi në Medine, ka mbajt një fjalim të rastit dhe ka dhënë mesazh. Janë të bu Medinasit. Ka patur më shumë musliman, ka patur jehud, mushrik, pagan, ka pas edhe disa të krishterë. Omeri do mbajnë një fjalim, dhe ki mesazhi Omerit është i mrekullueshëm. Fjala e parë, kur është dritu publikut, ka mujt me thonë, o ju musliman. Ajo është muslimane dhe ashabët e vetë, ensarët, muhaxhirët që kanë sakrifiku, ka mujt me thonë, o musliman. Por nuk ka thonë, o ju musliman, ka thonë, ja e ju hennas, o njërës, që ti përfshi të gjithë, mos i dalloje, e ju hennas. E para, mesazh, efshu selam, shpërndajnje paqe. Ka edhe kuptim, shpërndajnje selamin, jep një selam një tjetrit. Subhanallah, efshu selam. Pra, shpërndajnje paqen dhe shpërndajnje selamin, jep një selam një tjetrit. Va at'imu ta'am,
dhe ndani ushqim, se ushqimi ka qenë sadakaja më e vishme atëherë. Ne mbajmë mend pleqët tonë kanë tregu se ndonjëherë dha jetë ne për 1 kilë drith, për 1 kilë mill, njerëzit ka shku prej një qyteti në tjetrin se s'ka pas ushqim. A në para mendote para 1450 viteve, si ka qenë situata? Ka thonë etë i mut taam, shpërndani ushqim, ato që kanë, jepni ushqeni ato që s'kan. Wasilul arham, pika e 3. Edhe mbani lidhjet ndër farefisnore, mbani lidhjet me zvete, familjare. A e shifni u pak se kjo çështje është zbehtash, nuk është e dashurie familjes, e kujshis, e dajës, nuk është si më para kur vinte një misafir, ne i thëshim në për aksham. Vinte misafiri, verës të lodhur me punë, shiqir ka ardhë misafiri, që kanë pas me bo, një pule ka prerë, një gurushtoris, një ase dhe, amo qefi madh se ka ardhë misafir. Ta është, për me shku misafir, një 3-4 herë kërkejës bësh, njerë me telefonin, njerë me mesajën, njerë ma zej, ma në fund, pa hajde, pra me si e ke bon, me si e ke vumendin, hajde. Pra zgjidhja e familjes, humbje dashuris familjare, pasuri bol, luksus bol, ama muhabet dashuri jo. Atje të ne, ndroj jetë një plak, një haxhi, i kishte 4 gjem, 4 shtëpia nga 3 katë. Po, a i ka punu edhe gjem, si cali gjallë, 4 gjem, 4 shtëpia, ka 3 katë. Të pa murin në qajtore. Kam shku me pa, me ngushlime, i thoni, me pa, në qajtore. Edhe unë i thom njonit ma pak e kisha mua beti, thash ku ndroj jetë haxhi baba. A i kujtoj se anë spital, anë shpi, edi? Tha, në shpi jo hosh. Thash po. Tha pse? Jo, thash mos ka ndroj jetë në qajtore. Po pasi pritje në bëni në qajtore. Po 4 shpia. Ama cila nuse, ja vala shpin teme sa në prejtë. Ja fmite mi, ja, po kutë, hajtë qajtore. Qash vlerën e ka njeriu? Edhe mas vdekjes pa vlerë. Subhanallah. Pra kjo është fjallë e pejgamberit. Silul erham. Mbajni lidhjet farefisnore. Dëgjoni vëllezër të dashur. Është një mesazh i mrekulluar nga nona e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aminja. Pejgamberi 6 vjeçar e ka marrë Aminja, nona e vetë përdore, edhe një kojshike të vetën që e ka pas, një mikesht mirë që e ka pas, edhe atë e ka marrë nga Mekka, në kam, me fëmin 6 vjeçar, ka ardhë në Medinë. Ka ardhë në Medinë. Pse oj none pejgamberit, ke marrë fëmin 6 vjeçar e ke prugë, se baba i pejgamberit i ka pas dajt në Medinë. E ka pru djalin ta njoftoje me dajte burrit, me dajte babës vet, jo me dajte pejgamberit, po dajte babës vet, dajte Abdullah. Kanë ndajt 1 muj këtë në Medinë, ato ne i thomë stërnip, pejgamberin e kanë pas stërnip, djali nipit, atë kanë pas nusja e nipit, e i kanë shërby, e janë kënaq, kanë ndajt 1 muj. Me të kthyer në rruga që dikundi, sa ka dalë prej Medines, ndron jetë Aminja. Ajo kojshikja dhe pejgamberi, fëmi 6 vjeçar, 3 dite, 3 net e kanë gropu varin, me dur e kanë gropu, dhe që ati e kanë vorros Amine. Si kur donë të thot, e ka pru djalin ta njoftoj me dajt e babës, si kur me e ditë se do vdes. Nuk e ka ditë, po ja. Edhe kështu pra ka kry misionin, detyrën e vetë që e ka patur, që ta njoftojt birin e vetë me dajt e babës. Tash dajt e vetë nuk i njofin e të babës. Dajt e vetë nuk i njof. Tezet e vetë a njëni me tjetër nuk i njof. Subhanallah. A nuk është kjo zbehje, a nuk është kjo largim, wasilul arham, mbajni lidhjet farefisnore. Kjo është mesazh pejgamberik porosi. Mandej, wasallu bil lejli wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Falni namaz natën kur njerëzit flejnë. Namazi natës është shumë i vlefshëm. Pse namazi natës? Se namazi natës nuk mund të kese hipokrizi. Falesh natën, njerëzit flejnë, ti falesh. O, lumë për ti. Ngrihesh në 3 hiset natës, i falë 8 reqat të hexhut, si që ka falë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, pas të e falë edhe salati vitrin, në 3 hiset natës, Allahu dhul Gjelal thot, a ka kush kërkon falje, ta bëj makfiret. A ka kush bën taube, ta pranoj.
A ka kush lip diçka t'ja dhuroj? Pe Allahu Dhul Gjelal ju drejtohet njerëzve. Kur e thot Allahu Dhul Gjelal këtë, njerëzit në gjumë. Përveç atyre që janë ngrit edhe falin namaz. Wa sallu bil lejli wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Edhe kështu pra do të hinin gjennet, rahat. Zoti nasip na. Kështu pra të mos ju lodhim më shumë, se hoxha pa mikrofon, para mendo me pas mikrofonin. Edhe në kam, po t'ishe ullgjene, të harron të ngriha. Pra, Zoti është përblef për ndëgjimin, unë e mendoj se mjaft e tjese, kjo prap dhe të kemi takime, dhe të kemi ligjerata, po them këto fjalë, pas jemi në Medine, t'i shfrytëzojmë edhe këto, edhe këtë kohë të shkurt që na ka mbet, edhe inshallah, Allahu të na i pranon namazet në xhamitë e pejgamberit, edhe ato vizita që kemi bën edhe tjera, dhe o Zot, për disa është e para, e për disa e dyta, e treta, po për të gjithë neve mos qoftë e fundit, inshallah të vim edhe shumë herë. Allahu është përbleft. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.